Të dashur miq të emisionit Health Matters, sot mysafir në studio kemi të ftuar një specialist të endokrinologjisë, i cili është shumë i përpikët dhe shumë profesional në punën e përditshme me pacient. Me ne Dr. Elton Batiri. Faleminderit për mundësinë. Faleminderit edhe juve për ftesën, shpresoj që edhe gjithë pacientët ose popullata që do të përcjell këtë intervistë do të përfitojnë nga këshillat, rekomandimet, udhëzimet që do dalin gjatë këtij bashkëbisedimi me ju. Patjetër. Dr. Elton, fillimisht na tregon si ka qenë shkollimi juaj edhe pse zgjodhët endokrinën. Ju jeni edhe profesor në Fakultetin e Mjekësisë, a na jep disa detaje pse u profilizove në këto dy pjesë? Fillimisht pas përfundimit të studimeve në mjekësi të përgjithshme në Fakultetin e Mjekësisë në Universitetin e Prishtinës, unë u angazhova si asistent në katedrën e farmakologjisë me toksikologji dhe pas pak vitesh aty fillova specializimin e parë në farmakologji klinike. Në të njëjtin fushë kam përfunduar edhe studimet e doktoratës dhe pas përfundimit edhe të këtyre studimeve doktoratës dhe specializimit në farmakologji klinike, unë u zgjodha para 6 vitesh si profesor në lëndët që mbulon ajo katedër. Por në ndërkohë, gjatë asaj kohe, unë fillova edhe specializimin e dytë në endokrinologji, të cilin e kam përfunduar para bëhen tash 6 vitesh dhe këto 6 vitet e fundit e ushtroj profesionin endokrinologut edhe në klinikën e endokrinologjisë QUK, edhe në institucione tjera licencore në Kosovë. Po si është ajo ndjenja për cilës e diturisë në gjeneratat e reja të mjekëve? Sigurisht është një privilegj, sepse nuk i arrin gjithkush ta ketë atë, po përveç kësaj është edhe sigurisht edhe është obligim i madh. Ne parsisht si mjek përgatitemi, gatuhemi nëse mund të themi që të ofrojmë shërbime shëndetësore pacientëve, por përveç kësaj ne kemi obligim që edhe njohuritë edhe përvojën tonë ta përcjellim edhe tek studentët aktual, të cilët në ndërkohë do të bëhen mjek edhe do të përfundojmë edhe ne në një të ardhme në duart e tyre, sepse sigurisht që mjekësia si lëmi ka shumë fusha, shumë specialitete dhe nuk ja dalim edhe kur jemi aty të kemi njohuritë e bollshme për gjitha ato fusha. Kështu që unë jam ndjej përmbushur edhe këtë aspektin e punës profesionale shëndetësore, po edhe atë akademike, punës përditshme me student të gjitha niveleve studime në Universitetin e Prishtinës. Po si është ndjenja të jesh një endokrinolog dhe të kesh punë me pacientë të cilët e kanë atë sëmundje pothuajse në mënyrë të vazhdueshme? Tani këto vitet e fundit sidomos çrregullimet endokrinologjike janë shpeshtuar, ndoshta edhe për shkak të faktorëve të jetës, ndoshta edhe për shkak se edhe procedurat diagnostike edhe testet imazherike kryhen shumë më shpesh edhe kërkohen shumë më shpesh se sa që janë kërkuar dikur. Sigurisht që këto çrregullime prekin cilësinë e jetës dhe ne përmes tyre shërbimeve, udhëzimeve që japim pacientëve dhe terapive që përshkruajmë aty ne kontribuojmë që cilësia e jetës të mos cenohet, mos preket nga ky aspekti i çrregullimeve hormonale ose çrregullimeve endokrinologjike. Ne në praktikën tonë përditshme më shpesh i hasim pacient me diabet ose pasojat e diabetit, pastaj me çrregullime të funksionit të gjenës tiroide, qoftë hipotireozë më së shpeshti apo hipertireozë, do të nën funksionim ose funksionimi i tepruar, prodhimi i tepërt i hormoneve të kësaj gjëndre, por hasim edhe çrregullime të tjera duke përfshi çrregullimet e ciklit menstrual të gratë, vezorët policistike, rezistencën insulinike, prodhimin e tepërt prolaktinës apo më radh çrregullime të tjera endokrinologjike. Po cilat janë ato shenjat e paralajmëruese që ne si pacient ose si qytetar mund t'i vrejmë që kemi probleme me gjëndra tiroide, le të themi, ose me ndonjë bazë endokrine? Po meqense çrregullimet endokrinologjike, çrregullimet hormonale janë të shumta, edhe ato manifestimet e para dallojnë, ato shenjat sinjalizuese të para dallojnë. Po e zëm, nëse është fjala për çrregullim gjenës tiroide dhe kemi nën funksionim hipotireoz, atëherë përgjithsisht dominon një lodhje, një plagështi të pacientët, shtemën peshë, një prekje e disponimit të tyre ose humorit, çrregullime të cikleve menstruale ndonjëherë, mosdoshmërie të ftoftit, mungesë energjie në kryerjen të atyre aktiviteteve, rënje flakësh ndonjëherë, dhimbje nyjesh, muskujsh. Por nëse është po e zëm diabeti si çrregullim endokrinologjik ose hormonal, manifestime mund të jenë përveç disa prej këtyre që i përmenda edhe ta zëm një etje theksuar, një tharje goje, një apetit i shtuar. Tek pacientët që vendosin diagnoza për herë të parë mund të jetë madje edhe vetëm humbja e peshës e pashpjegueshme me ndaj dietë ose ndaj kujdes kohëve të fundit.
Pastaj nëse është fjala për ndonjë çrregullim tjetër tek femrat e gratë, mund të kemi edhe ciklet menstruale të çrregullta, pamundësinë për mbledh shtatzën kur ato martohen dhe planifikojnë shtatzani. Manifestimet Po, variojnë interesant. pavarësisht prej çrregullimit hormonal që është bazë, është bizotron. Ndonse ndonjëherë ndodh që te pacientët i hasim njëkohësisht edhe disa çrregullime hormonale njëkohësisht. Po të ketë një çrregullim të zonës tiroide, të ketë një mbipesh, një çrregullim në nivel vezor si vezore policistike ose një rezistencë insulinike. Do të mundohet që të kombinohen këto çrregullime edhe i vendosim diagnozën me një veprim, me një akt. Po sa është e rëndësishme që pacientët mos i neglizhojnë këto simptoma dhe të vinë me kohë tek një specialist i endokrinës. Është jetike në fakt që çdo simptom, çdo manifestim klinik që e kanë pacientët mos e neglizhojnë, mos i atribuojnë ndonjë bingarkesë në periudhë stresi ose ndonjë angazhimi që mund ta kenë pas ditëve të fundit, të orientohen tek një mjek, qoftë edhe mjek i përgjithshëm fillimisht, ku i paraqesin ato ankesa dhe pastaj ndër analizat që mund të kërkohen prej mjekëve, mund të jenë edhe analizat hormonale. Mund të themi që sot analizat hormonale nuk janë më luks, duhet kërkuar sepse na ndihmojnë që të vendosim diagnozën e këtyre çrregullimeve hormonale herët, dhe nëse ne vendosim diagnozën herët, edhe e parandalojmë përkeqësimin e gjendjes atyre pacientëve, por edhe parandalojmë zhvillimin e komplikacioneve, pasojave, sepse ndodhet që këto çrregullime nëse besin të pa diagnostifikuara me kohë, pa trajtuara me kohë, në një fazë mund të bëhet shumë më pak se sa po të zbuloheshin, po të diagnostifikoheshin herët. E përmendëm më herët që cikli menstrual mund të ketë edhe probleme të shumta, po si ndikojnë dieta edhe ushqimi edhe aktivitetet sportive në rregullimin e ciklit menstrual të gratë? Tani këto këshillat e kufizimeve dietare dhe të aktivitetit fizik ne u japim gjithë secilit pacient sot në fakt, sepse e shohim që kemi të bëjmë me një mënyrë jetese që quhet sedentare, ku njerëzit përgjithsisht rrinë ulur dhe konzumojnë ushqime shumë kalorike dhe aktiviteti është minimal. Sigurisht që duke dhënë këshillat përkatëse ne përmirësojmë gjendjen e përgjithshme të atyre pacientëve, por përveç që përmirësohet gjendja e përgjithshme të pacientëve, përmirësohet edhe ky aspekti i shëndetit riprodhues edhe i cikleve menstruale jo të rregullta që i hasim shpesh te ato femra ose te ato gra. Cilat janë disa nga keqkuptimet apo mitët që i hasni ju në praktikën e juaj të përditshme me pacientë rreth sëmundjeve endokrine? Tani pacientët në përgjithësi, sa i përket çrregullimeve hormonale, janë pak të edukuar, kanë pak informacione. Edhe në përgjithësi tek pacientët endokrinologjikë dhe kur vendosim diagnozën, ato që mund të konsiderojmë ndonjëherë edhe si mitë ose trajtime alternative, i dëgjojmë shpesh, po nëse kanë vendos mjekët endokrinolog diagnozën e çrregullimit të tiroides, pacientët provojnë disa themi receta me arra e me mjalt, ka disa të tjerë që provojnë disa receta me usull molle e me hudhër. Sigurisht që këto mund të kenë një efekt, por ne uzojmë pacientët që patjetër të mos jetë baza e trajtimit ajo, mund të ketë ndonjë efekt, po shumicën e herëve është efekt placebo, do të pacienti mund të përjetoj të ndjejë një farë efekti, po nuk është efekt përmirësim që ndërlidhet domosdo me atë recetën që është duke e përdorur. Sigurisht ne ata i uzojmë që të udhëzohen tek profesionistët shëndetësor qysh në momentin që kanë ankesa që mund t'i ndërlidhin me ndonjë çrregullim endokrinologjik, bëjnë analiza dhe pastaj sipas atyre analizave të drejtohet, të orientohet trajtimi më tejshëm. E dim që sëmundjet endokrine janë të shumta në numër, por sot do të fokusohemi tek vezoret policistike. Çka është një vezore policistike, një PCOS? PCOS ose sindroma vezore policistike është një çrregullim hormonal, baza të cilit është një vezore policistike e cila vërtetohet, detektohet me eko të vezorëve, po sipas kritereve të këtyre viteve të fundit, jo domosdo është kriter që të ketë cista të shumta në vezore, madje ka kritere të këtyre viteve të fundit që një prodhim i shtuar i hormoneve seksuale mashkullore ose androgjeneve, që ne i themi si hiperandrogenizëm, qoftë klinik kur pacientët kanë manifestime ose vetëm biokimik, kur masim analizat në gjak,
ato hormone dalin në nivelet larta. Përveç këtij hiperandrogenizmit klinik ose biokimik, kemi edhe çrregullimet e ciklit menstrual, që mund të jenë qofshin të tipit të oligomenoresë, do ciklet menstrual janë të rralla, distanca midis cikleve shkon për te 35 ditëve, ose kemi amenore kur ciklet ndonë për një farë periudhe kohore janë vendosur, mungojnë për 6 muaj ose më tepër. Po ashtu edhe kur martohen, planifikojnë familje, nuk ja dalin të mbesin shtatzon, e kuptojmë që kanë edhe një anovulacion, do të mungon ovulacioni ose ovulacioni është i paparashikueshëm, do të nuk ndodh ashtu siç ndodh në mes të ciklit menstrual të rëndom. Pra flasim për një smundje, një çrregullim hormonal që ka parsisht çrregullime të sistemit riprodhues femëror, por kemi edhe çrregullime metabolike po ashtu, sepse këta individ përveç këtyre që i përmendëm mund të kenë edhe nivele të larta të yndyrave në gjak, mund të kenë bipesh, mund të kenë luhatje të vlera të tensionit, zakonisht vlera të larta, apo ato që quhet shpesh si sindrom metabolike. Përveç çrregullimit në cikël që e përmende, a ka ndonjë simptom tjetër që e shkakton një vezore policistike? Për shkak të këtyre niveleve të larta të hormoneve seksuale mashkullore ose hiperandrogenizmit, kemi edhe hirxutizëm ose shfaqjen e çimeve të tipit mashkullor rëndom në fytyrë, po mund shfaqen në pjesë të tjera të trupit. Kemi rënje flokësh dhe kemi shfaqjen e akneve në pjesën e fytyrës apo edhe ose pushtrave edhe në pjesë tjera të trupit, sidomos në gjonin e supëve dhe në shpinë. Zakonisht këto do të prej manifestime klinike i referojnë pacientët në vizitë kur dëshojmë që kemi një sindrom të vezorëve policistike. Sigurisht që kur vendosen një diagnozë sindromës vezore policistike, duhet një bashkëpunim ndërdisiplinor midis endokrinologut edhe ginekologut, sepse ndodh shpesh që pacienti referohet fillimisht te njëri specialist, pastaj te tjetri ose anasjellës. Po ky është si çrregullim hormonal, faktikisht kërkon një bashkëpunim të mirëfillt midis specialistëve të këtyre dy fushave. Ose edhe udhëzohen për te dermatologu? Në fakt ndodh shpesh që pacientët për shkak se mbizotrojnë këto çime të tipit mashkullor ose aknet, ata vetë orientohen tek dermatologu. Dermatologu kërkon analiza hormonale, nëse detekton këto nivele të larta të hormoneve mashkullore, e udhëzon te endokrinologu, sepse endokrinologu i takon të bëj trajtimin e këtyre çrregullimeve, por cilin do variant nevojitet një bashkëpunim i mirëfillt, sepse përveç këtyre trajtimeve sistemike, banave që duhet marr pacienti, edhe trajtimet lokale ndihmojnë edhe tek këto aknet edhe tek hirxutizmi ose te çimet e tipit mashkullor, e për këtë pjesën e trajtimit më kompetent janë sigurisht dermatologët. Cilat janë ato analizat që ua kërkoni ju si profesionist shëndetësor për me diagnostifiku një vezore policistike pacientëve? Përgjithsisht i kërkojmë këto analizat e rregullta, do të profilin lipidik, yndyrnat në gjak, kërkojmë glukozën, sheqerin, kërkojmë punën e veshkave dhe të mëlçisë, po prej këtyre analizave më specifike kërkojmë të kryhen mundësisht në ditën e 2 apo 3 të ciklit menstrual, hormonet seksuale mashkullore, pavarësisht testosteronin total ose testosteronin e lirë, më mirë është po të kryhet testosteronin e lirë, si dhe pararësit e hormoneve seksuale mashkullore. Dihidroepiandrostenedionin, DHEA-sën dhe kemi androstenedionin. Këto nga hormonet mashkullore, po kërkojmë shpesh edhe mesin e analizave hormonale edhe kryerjen e hormoneve femërore, estradiolit dhe progesteronit dhe hormoneve në nivel të hipofizës, sepse vezorët janë gjendër që janë në kontrollin e disa hormoneve që prodhohen në nivel të hipofizës, e cila konsiderohet si mbretëresh ose komandanti i gjendërave, hormoni luteinizues dhe folikulostimulues. Doktor, si mund ta quajmë këtë? Është gjendje, është sëmundje, a shërohet apo është? Tani këtu mund të flasim për një gjendje kronike, nëse përdorim terminologjinë mjekësore, e cila menaxhohet, bëhet nën kontroll. Sigurisht nëse edhe ato këshillat jo farmakologjike që ju japen pacientëve respektohen nga pacientët, po edhe terapitë që ju përshkruhen atyre. Tani tek kjo sindrom, trajtimet mund të variojnë varësisht prej qëllimeve që i kemi vendosur, sepse po e zom, meqense përgjithsisht
kjo sindrom haset më shumë te femrat periudhën reproduktive, aty grup moshat 15 deri 35 vjeç, nuk kemi synime të njëjta te një 15 ose 18 vjeçare si te një 28 ose 30 vjeçare. Varësisht cilin e kemi synimin, e përdorim edhe trajtimin përkas. Po e zom, nëse është trajtimi mbi peshë dhe rezistenca insulinike që i shoqëron këto, përveç këshillave dietare që i japim atyre pacientëve, ne përshkruajmë edhe barna. Më shpeshti metforminën si barë ose alternativa tjera siç është pioglitazoni. Nëse kemi synim të trajtojmë toqimet, hirzutizmin ose aknet, atëherë trajtimi është diçka tjetër. Mund të shkojmë me ndonjëherë edhe me kontraceptiv oral, sepse kanë brenda tyre komponentën antiandrogjenike, do të barë që i kundërshton këto hormonet seksuale mashkullore, ose spironolakton që është një terapi më e lehtë antiandrogjenike. Nëse është pamundësia për mbet shtatzën, përveç po e zom përdorimit të një sensibilizuesi të indës që është metformina, mund provohet edhe stimulusi ovulacionit siç është klomifeni. Pra mund të flasim për një gjendje klinike kronike, por që nëse pacienti e ka të ditur bashkë me mjekun, endokrinologun, atë që dëshiron që të arrijë, mund të themi që menaxhohet si duhet edhe simptomatologjinë e ka nën kontroll. A është në rritje kjo dita ditës apo? Meqense mënyra sedentare e stilit jetës është duke u bërë, si më thonë, pjesë e përditshmërisë tonë edhe mbi pesha është duke ushtuar, mund të themi se edhe rastet me sindrom vezore policistike janë duke ushtuar edhe në nivel botëror dhe sigurisht edhe në Kosovë. Nuk në bazë të statistikave flasim që dikon 10 deri 20% të grave në periudha reproduktive kanë sindrom vezore policistike. Mund të mbesin plot raste të padiagnostifikuara, sepse nuk orientohen për të kryer analiza dhe për të bashkëbiseduar me një endokrinolog, por statistikat përgjithsisht janë në këto përqindje, 10 deri 20%. Cila grup moshe atakohet më shumë nga vezoret policistike? Meqense këto kritere diagnostike që i përmenda në fillim synohen të ndiqen tek këto femrat riprodhuese, mund të themi që përgjithsisht grup mosh më të prekur ose grup mosh ku diagnozën e vendosim më shpesh, e kemi grup moshën midis 15 dhe 35 vjeç. Sigurisht që ka një rast përjashtues që mund të jetë edhe mosh më të hershme edhe në mosh më të vonë se sa kjo periudha 35 vjeç. Në punën e përditshme me pacientë, a janë të informuar rreth vezoreve policistike apo edhe sëmundjeve të tjera endokrine? A është ngrit vedia e edukatës shëndetësore? Nëse po bëhet punë për të ngritur kulturën e përgjithshme shëndetësore të popullatës, në fakt mund të themi që akoma nuk e kemi sa i përket tyre çrregullime hormonale në përgjithësi, e sidomos tyre çrregullime hormonale për të cilat diskutuam, sindromës vezore policistike, nuk e kemi në nivele të këndshme, nuk e kemi në nivele adekuate. Do të edukimi nuk është i mirë jo vetëm në Kosovë në fakt, por edhe në nivel botëror, nëse punohet në këtë drejtim. Pra na mbetet shumë edhe përmes intervistave si kjo, edhe përmes të çësjeve të tjera të sensibilizohet popullata për ekzistencën e këtij entiteti, kësaj gjendje, edhe kur diagnostifikohet pastaj edhe trajtimi rezulton efektiv. E përmende vezoren policistike dhe lidhet me infertilitetin. A na sqaron pak a shumë? Po, meqense prek ovulacionit dhe shkakton anovulacion, sindroma vezore policistike e vështirëson mbetjen shtatzon, madje shumë prej grave e kuptojnë që kanë vezore policistike kur janë martuar dhe për një farë periudhë kohore nuk ja dalin që të mbesin shtatzon. Edhe pastaj vizitën që bëjnë te ginekologu kërkon analiza, ndërtohet analizat hormonale, mund të rezultojnë do të këto, siç e përmendëm, hiperandrogenizmin, do të biokimik, të rezultoj që nivelet hormonave mashkullore të jenë të rritura, të larta, po mund të jetë edhe një çrregullim tjetër në fakt hormonal ose endokrinologjik që e ka vështirësuar atë plan për të mbetur shtatzon, po mund të jenë çrregullime të tiroidës ndonjëherë që e vështirësoj mbetjen shtatzon, mund të jetë prodhimi i tepërt i prolaktinës në nivel të hipofizës, që po ashtu mund të vështirësoj mbetjen shtatzon, por kur vendoset diagnoza edhe caktohen ato objektivat ose synimet e qarta, në këtë rast nëse ka qenë synim mbetja shtatzon, orientohet terapia dhe ato pa ndonjë telash të madh edhe mund të mbesë shtatzon, por jo vetëm me trajtime farmakologjike, po edhe me trajtime tjera, sepse e diskutuam. Këtu duhet të sensibilizohen njerëzit që kujdesin në ushqim, në pije,
edhe shtimi i aktivitetit janë, si me thonë, të rëndësishme për shëndet gjithëmbarshëm edhe tek këto çrregullime për cilat po flasim. E përmendet që një vezore policistike mund të shkaktojë çrregullime menstruale dhe hormonale. Një prej tyre ke dalja e çimeve në zonë të fytyrës. Shumica grave përdorin lazerin për heqjen e çimeve. Cila është më e udhës, trajtimi apo Në fakt lazeri? ndodh shpesh që orientohen dhe bëjnë trajtime me laser dhe nëse kanë bërë trajtim me laser, pas disa javësh ose muajsh ato çime rishfaqen. Do të po flasim këtu për trajtime pa konsult me dermatolog, por vetëm për shkak se orientohen për të hek ato simptoma që sigurisht është e kuptueshme që për një femër të re, një grua të re, ato janë të bezdishme, por nëse ato ripërsëriten, është edhe vetë femra, gruaja e kupton që është më udhës bëhen analizat, kuptohet shkaku, sepse çimet janë pasoja dhe nëse mirën vetëm me pasojat, shkaku është aty pare, ato do të rishfaqen. Dhe kërkohen këto analiza. Ne rekomandojmë që çdo femër, çdo grua që ka hirshutizëm, ka çime, fillimisht të bëj analizat hormonale, të di nëse ka bazë endokrinologjike shfaqja atyre çimeve të shtuara në trupin e tyre, mund të jenë ndonjëherë edhe baza gjenetike, do të pyesim nëse në familjet e tyre motrat, nëna, halla apo tezja kanë pas çime më të shtuara në fytyrë ose në regjionet tjera të trupit, mund të ndodhë që nëse analizat janë normale, është kjo baza gjenetike që ka kontribuar dhe këto raste më pak mund të bëjmë në aspektin e trajtimit, sepse atë brumin gjenetik nuk është që mund ta modifikojnë. Çfarë roli ka insulina dhe rezistenca në insulinë në PCOS? Ndodh shpesh që tek pacientët ne e zbulojmë rezistencën insulinike si të parën, sidomos nëse ato janë mbi peshë, dhe pastaj në ndërkohë mesin analizave që i kërkojmë vendosim diagnozën e sindromit të vezore policistike, po ndodh edhe anasjelltas, fillimisht vendoset diagnoza vezore policistike, pastaj edhe rezistencë. Mund të themi që ka një ndërlidhshmëri të ngushtë, madje mund të flasim që rezistenca insulinike kontribon në shfaqjen e kësaj sindromit të vezorëve policistike, sidomos për shkak se sidomos kur kemi rezistencë insulinike, po edhe mbi peshë, sepse në indin dhjamor normalisht krijohen sasi të pakta ose të padetektueshme të hormoneve, por kur kemi mbi peshë në atë indë dhjamor, to enzimat që i konvertojnë hormonet femërore në mashkullore janë shumë aktive dhe kemi një farë sintezë, një farë krijimi këtyre hormoneve në nivel të indit dhjamor dhe pastaj ato efektet ose manifestime klinike që i diskutuam, edhe shfaqjen e akneve, edhe rënien e flakëve nga koka dhe shfaqjen e çimeve në fytyrë ose në pjesë tjera të trupit. Pra, mund të flasim për dy entitete shumë të ndërlidhura mes veti. Pra, sindromin e vezorëve policistike dhe rezistencën insulinike. Doktor, e njohëm shumë si term, rezistenca në insulinë, po na shpjegon se çfarë është rezistenca në insulinë? Rezistenca në insulinë është një gjendje që karakterizohet me mungesën e ndjeshmërisë së indeve periferike ndaj insulinës që ka prodhu pankreasi dhe meqense mungon kjo ndjeshmëri, pankreasi përgjigjet duke prodhuar gjithnjë më shumë insulinë, pra dhe kemi pastaj një gjendje të hiperinsulinemisë, meqense mungon kjo ndjeshmëri në indeve periferike, insulina nuk ja del që sheqerin, glukozën që është në qarkullin e gjakut ta fus në qeliza, ndërsa nga ana tjetër insulina ka edhe efekte të tjera në metabolizëm edhe të yndyrnave dhe deponon yndyrna. Pra, ky prodhim i tepërt i insulinës nga organizmi, nga njëra anë prek metabolizmin e sheqernave, por prek edhe metabolizmin e yndyrnave në organizëm dhe kontribon në shtimin në peshë. Po si trajtohet një gjendje e tillë? Si e trajtoni ju si profesionist një gjendje të tillë? Tani ne kur kemi një pacient para vetes që është mbi peshë ose obez, ne kërkojmë disa analiza për të vërtetuar nëse kemi të bëjmë me rezistencë insulinike, masim glukozën esëll, insulinën esëll dhe nga këto derivon një analizë që quhet HOMA-IR. Nëse del përgjithsisht mbi 2 kjo vlerë, atëherë e konfirmojmë që kemi një rezistencë insulinike prezente. Sigurisht që pacientët i këshillojmë që shtojnë kujdesin në ushqime, pavarësisht kur flasim këtu për shtim kujdes në ushqime, kemi fjalën për mos konsumimin e bukës së bardhë, por
bukës integrale, thekrës ose diçka të ngjashme dhe paksimin e përdorimit të produkteve të brumit. Edhe atyre në kushte shtëpiake, byrek, pite, flia, apo edhe makarona, shpageta, edhe pizza ose diçka të ngjashme. Pastaj kur konsumohen këto që konsiderohen zëvendësim i bukës, për shembull patatet ose orizi, të mos përdorin bukfare ose sasi minimale të bukës, pastaj edhe paksimin e përdorimit të pijeve energjike, pijeve që kanë kalori, do të qenë pjesë e shpesht e tavolinave, tryezave tona, edhe shtimin e aktivitetit fizik, ecje të paktën. Ne jetojmë një kohë kur për shkak të natyrës punës që bëjnë njerëzit shumë pak kryejnë aktivitet, madje ju duket e paimagjinueshme kur ne ju themi që duhet bësh të paktën ja 4-5 mijë hapa, sepse rekomandimet janë që të paktën kaq të bëhen gjatë një dite, ankohen sepse dita është e ngarkuar me punë, kur kthehen në shtëpi janë të lodhur dhe pastaj s'mund të dalin. Sigurisht që përveç këtyre këshillave që i përmendëm, dietare edhe aktiviteti fizik, në menaxhimin e rezistencës insulinike ndikojnë edhe barrat dhe trajtimi farmakologjik. Kur rezistenca insulinike është e lartë, bazë analizave i përshkruajmë edhe barra, po fillimisht i rekomandojmë këto këshillat që i përmendëm. Prej barra më së shumti përshkruhet metformina, që është një sensibilizues i indeve, do të rrit ndjeshmërinë e indeve periferike. Pacientëve kur ua përshkruajmë këtë barë, ju tregojmë që barri është i njëjti që përshkruhet edhe pacientëve me diabet, por ju nuk e keni diabetin në momentin kur po ju përshkruhet ky barë, vetëm se ju përshkruhet që ajo ndjeshmëria e indeve që ka humbur të rikthehet. Ka pacientë që nuk mund ta tolerojnë këtë barë, mund të përdoren edhe alternativa tjera farmakologjike që janë po ashtu sensibilizues të indeve, siç është bioglitazoni. Cili është dallimi mes rezistencës në insulinë dhe diabetit të tipit D? Rezistenca insulinike, e vërtetuar me analizat që i përmendëm, mund të jetë pararendse, paraprise e para diabetit dhe diabetit, do të qoftë se nuk trajtohet me kohë, rezistenca insulinike mund pas disa vitesh të progredoj në një diabet. Por edhe rezistenca insulinike edhe para diabetit nuk janë rrugë njëkohëshe. Do të i uzojmë pacientat që mund të përparoj gjendja në diabet, por nëse vedisohen, nëse kanë kujdes në ushqim pije dhe e marrin terapinë që përshkruajmë me rregull, sigurisht që jo domosdoshmë do të zhvillohet tek ata diabeti. Ta kemi parasysh që kemi raste kur rezistenca insulinike shoqërohet edhe me nivele normale të sheqerit në gjak, madje kemi ndonjëherë kur kanë rezistencë insulinike pacientët, sidomos nëse nuk janë të kujdesshëm sa përket konsumimit të vakteve ushqimore, të kanë edhe epizode të hipoglikemie, do të sheqerit ju bie poshtë atyre vlera normale, do të bie nën 4 dhe të kanë manifestime, sidomos ka vakti i darkës ose menjëherë pas konsumimit të ushqimit në darkë. Cilat janë ata personat që mund të kenë prirje për rezistencën në insulinë? Përgjithsisht, si faktor rreziku, janë pacientët të cilët në familje kanë dikënd me mbi peshë, kanë pacient me diabet, apo kanë edhe qoftë vetë, qoftë familjar sindrom të vezoreve policistike. Ndër faktorët më të shpesh mund t'i përmendim këta, edhe sigurisht që kanë stil jo të shëndetshëm të jetës tyre. Doktor, nëse mundesh më na i përmend pasojat që mund mi pas një vezore policistike nëse nuk trajtohet siç duhet, edhe një rezistencë në insulinë. Tani rezistenca insulinike, siç e përmendëm, nëse nuk trajtohet, përveç që do të shtoj peshën pacienti, kjo mundet edhe të rrezikojë atë që të zhvillohet diabeti në të ardhmen. Por në rast të rezistencës insulinike dhe sindromit vezore policistike, përveç prekjes së fertilitetit ose gjasa për mbes shtatzan që e përmendëm paraprakisht, mund të kemi edhe çrregullime metabolike të tjera, duke përfshirë ato çrregullimet kardiovaskulare, me lëhatje të lira tensionit arterial, me prekje të ritmit të zemrës, prekje të niveleve të yndyrnave në gjak, sepse këta kanë shpesh dislipidemi. Pastaj kemi ndonjëherë edhe luhatje të disponimit ose të humorit të pacientëve që përfundojnë edhe me depresion dhe pastaj edhe trajtimet nëse nuk bëhen me kohë, qoftë nga me psikoterapi ose me medikamente, ju bëhen, si me thonë, barë dhe prekin cilësinë e jetës atyre individëve. Një pacient që ka nivele normale të glukozës në gjak, a mund të ketë rezistencë në insulinë? Po kemi raste, sidomos në ato rastet e
fillimit të zhvillimit të rezistencës insulinike e kemi nivelin normal të glukozës, dhe po që se bazohemi vetëm nivelit të glukozës, mund të na ikë vendosja diagnozës së rezistencës insulinike. Dikur më vonë mund të kaloj atë pragun e vlerave normale, po akoma jo vlera të larta sa për të vendosur diagnozën e diabetit. Mund të jenë atë kategorinë që quhet para diabet. Por në përgjithësi jo domosdoshmë çdo rezistencë insulinike shoqërohet me nivele të larta të glukozës. Po si mund të rregullohet kjo gjendje? Tani këshillat dietare i përmendum të shumta, aktivitetin fizik po ashtu, por edhe me medikamente. Kemi disa grupe banash medikamente që përshkruan, por sidomos kur kanë rezistencë insulinike dhe mbi peshë, ne i këshillojmë pacientët që ta kuptojnë që në ato raste mbi peshë është smundje. Dhe nëse vëdësohen që është smundje, ata fillojnë edhe ato këshilla të zbatojnë me përpikëri, por edhe medikamentet i marrin, sepse na ndodh ndonjëherë që pacientëve ju vendosin diagnozë dhe nuk e marrin seriozisht diagnozën. Sigurisht që nëse nuk merret seriozisht gjendja, nuk ndodh ai përmirësimi i pritur dhe vijnë pas muajsh ose dhe vitesh në gjendje më të përkeqësuar, ndoshta edhe me këto komplikime ose pasojat që i diskutuan. Cilat janë ato metodat e trajtimit apo le të themi metodat moderne për trajtimin e rezistencës në insulinë? Tani përgjithsisht, nëse mund të flasim për metoda më moderne, përmendet sot shumë roli edhe i agjerimit intermitent, si ndikues në këtë në menaxhimin e këtij çrregullimi, po ashtu edhe terapitë medikamentoze nga këto më të vjetra, që përdoren me vite apo me dekada, duke mos përjashtuar këto trajtimet e këtyre viteve të fundit, sidomos nëse rezistenca insulinike shoqërohet edhe me çrregullime të tjera. Mund të përmendim edhe këto bana të tjera për të humbur peshë, to muajt e vitet e fundit janë bë edhe si trend ndonjëherë, siç është semaglutidi ose Ozempiku. Çfarë mendimi keni për këto, ju si profesionist shëndetësor? Po, atëherë kur hyrin në treg ka pas abuzime të mëdha, madje përdorim pa indikacion të qartë nga me vetë kërkesë të pacientëve, tani nuk është më aq trend si ka qenë, do të edhe ne jemi më rehat në atë punën tonë, edhe e përshkruajmë atëherë kur e vendosim indikacionin e qartë. Dikur më përpara kemi pas kërkesa, jemi bombarduar me kërkesa për t'u përshkruar, ndonse kur kemi bërë vlerësimin, në fakt pacienti nuk është që ka pas mbi peshë as rezistencë insulinike, por e ka pas atë synimin për të humbur edhe ato 2-3 kg që i ka vlerësuar që janë më tepër se sa që e plotëson atë figurën e tij ose të saj. A lidhet rezistenca në insulinë me vezonën policistike? Po, këto janë të ndërlidhura ngushtë, përmendëm edhe më sipër, do se konsiderohen si entitete të ndara. Në fakt, rezistenca insulinike mund të kontribuojë shumë në zhvillimin e vezorës policistike, po edhe anasjelltas mund ndodhë ndonjëherë që e vendosim diagnozën e sindromit vezorës policistike dhe më vonë e kuptojmë që mesin atyne abnormaliteteve biokimike, po dhe klinike të pacientit që ka dhe rezistenca insulinike. Doktor, sa është e rëndësishme zbulimi i hershëm i rezistencës në insulinë? Po, edhe tek rezistenca insulinike, sikur tek çdo çrregullim tjetër, është me rëndësi shumë të madhe që të vendoset diagnoza herët, sepse kur e kemi diagnozën e vendosur, ne edhe trajtimin e fillojmë herët, edhe përveç se pamundësojmë që të përkeqësohet gjendja, edhe i parandalojmë komplikimet ose pasojat që i diskutuam, që mund qoftë të evoluajë në para diabet, edhe në diabet, apo edhe të ketë këto çrregullime tjera metabolike me prekjet ose me pasoja kardiovaskulare ose të tjera. Cilat janë disa nga zakonet e këqija që kemi ne si kosovar rreth sëmundshmërisë diabetike, le të themi? Në ato a i përfillin këshillat e profesionistëve apo jo, qytetarët tanë? Po ka grupacione njerëzish, pacientët që i përfillin ato, me qenë real, këshillat, udhëzimet, rekomandimet, edhe sa i përket ushqimit, pijeve, edhe sa i përket banash, më shumë i përfillin pacientët më të moshuar se sa pacientët e ri, që është diçka për të çuditur edhe për të hulumtuar pse ndodh kjo, por në përgjithësi mund të themi që nëse jo qysh momentin e vendosjes së diagnozës, më vonë kur e shohin që po që se provojnë që atë çrregullimin hormonal që është identifikuar, tentojnë të vendosin në NTP dhe s'po shkon puna mirë, vinë sërish në vizitë edhe pastaj bindën që duhet respektua ato udhëzimet edhe terapitë që ju përshkruan, sepse nuk ka zgjidhje tjetër, nuk mbetet shteg tjetër për ta.
Doktor, a na përmend ndonjë rast, ose ndoshta ke edhe më shumë se një rast, kur domethënë një regjim strikt i stilit të jetesës edhe këshillave profesionale i ka bërë mirë një pacienti? Po sigurisht që në praktikën tonë hasim raste të tilla të shpeshta, unë po e përmendim meqense kemi të bëjmë me raste të shpeshta të mbipeshës, edhe siç e përmenda edhe të përdorimit të këtij barit që është konsideruar si mrekullibërës, semaglutidit ose ozempikut. Pacientët mund të humbin peshë me to, pas 3-4 muajsh terapi, ndoshta 10 kg apo edhe më tepër, po nëse nuk janë vetëdijsuar që duhet ndryshojnë stilin e jetës tyre, mënyrën e ushqyerjes edhe aktivitetin, brenda javësh ose një muaj e rikthejnë gjithë atë peshë që kanë humbur. Kemi pas raste që ju kemi dhënë këto këshilla në fillim, po pastaj kur kanë ardhur masi kanë përdor barin, kanë humbur 10-15 kg, e kanë ndërprer vet, por pas pak javësh ose muajsh është rikthy pesha, kanë ardhur për të biseduar prapë çka po ndodh me trupin, pse me organizmin e tyre, pse është rikthyer peshë. Ju flasim përgjithsisht i edukojmë që të marrin, të konsiderojnë mbipeshën si smundje dhe si të tillë ta kuptojnë që nevojitet vetëdijsim edhe trajtim afatgjatë, menaxhim afatgjatë. Menaxhimi për pak javë ose muaj mund të jap do fryte, po ato fryte mund të rezultojnë të hidhura në ndërkohë. Cilat janë disa nga urgjencat endokrinologjike që duhet me patjetër të vizitohet një specialist? Tani, sa i përket urgjencave, ne në endokrinologji më së shpeshti kemi pacientët që kanë diabet të pakontrolluar mirë dhe përfundojnë me çrregullim të vetdijes për shkak të vlerave të larta të sheqerit, ose që i quajmë si koma hiperglikemike, ose gjendje kur sheqeri bie, sidomos tek të moshurit që mund të marrin barna më shpesh se sa që janë përshkruar për shkak të harresës, se marrin dozat e insulinës shumë fish më të mëdha se ato që janë përshkruar, me çast kemi ato që quhen gjendje kome hipoglikemike. Pastaj kemi rastet e ketoacidozës, madje ky komplikim akut mund më shpesh haset tek pacientët e ri, tek të cilët është shfaqur smundja e diabetit, madje diabeti tip 1, dhe nuk e kanë ditur paraprakisht që kanë smundje sheqerit. Do të e vendosim diagnozën në këtë urgjencën ose emergjencën shëndetësore. Më të rrallë kemi to krizat e Addisonit ose gjendjet të tjera emergjente. Doktor, për fund, na e përmend 2 raste të lumtura gjatë karrierës tuaj profesionale. Tashti, ne si profesionist shëndetësor kemi raste të shumta, mund përmendi, po e zëm tek të moshuarat, kur për shkak të viteve që tjetës tyre që i kanë, ato kanë ankesa, lodhje të mëdha dhe një farë mënyre i kanë qurë durt nga jeta dhe kur vinë vizitë e kanë atë përshtypjen që të ndihmohet diçka sa shpesh e thonë në harrën sa për në ditë, po në fakt kur përshkruhet terapia, kur përmirësohet gjendja shëndetësore e tyre në vizitën e përsëritur, ata vinë me urime, me lavdata, siç i kanë zakon ato nënat e gjyshet tona, sepse shpesh thonë ne ke qel dere, ne ke mundësu që të kemi një jetë siç i patëm humbur shpresat këto kohët e fundit. Për aty në raste më të shpeshta kemi këtu, ndërsa si rast tjetër mund të përmendi kemi pas një vajzë të re e cila u diagnostikua me ketoacidozë, po bashkë me ketoacidozë dhe një infeksion viral, dhe tek e cila gjendja ishte e përkeqësuar, shpëton apo nuk shpëton, për shkak të edhe ketoacidozës, edhe infeksionit viral, ishte prekë dhe funksioni i veshkave, do të kishte rënë në insuficiencë akute ose pamjaftueshmëri akute të veshkave. Këtu vendosëm bashkë me nefrologun që duhet bërë një seancë urgjente hemodializës, edhe pastaj e pam që kjo seancë urgjente hemodializës përveç që një farë mënyre ne përmirësoi gjendjen klinike të pacientës, gjendjen klinike në përgjithësi, edhe sa përket ketoacidozës si komplikim endokrinologjik, po e përmirësoi edhe këtë aspektin e funksionit të veshkës që është prek nga virusi. Doktor Elton, falenderoj shumë për këto këshilla kaq profesionale që i ndave me ne. Faleminderit edhe për ju, sigurisht që ne duhet kontribuojmë që popullatën të edukojmë, nuk është në nivel të kënaqshëm edhe sa i përket këtyre çrregullimeve hormonale që i diskutuam, është duke u bërë, por sigurisht që na mbetet punë për të bërë akoma më shumë.